إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërim dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me pjesën e tretë të hutbës në temën cilësitë e bashortës së mirë. Prej cilësive të bashortës së mirë është përmbushja e të drejtave të burrit të saj, duke mos u treguar e shkujdesur ndaj burrit të saj dhe duhet ta jep maksimumin e vet në shërbim të tina. Le të ndalemi dhe le të meditojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Nesaiu, ku tregon se një ditë Esma radiallahu anha ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pyet diçka. I është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet Esmën: a ke ti bashort? I tha po. Tha si jeti në raport me të? Si jeti në raport me bashortin tënd? Ajo I është përgjigj: nuk tregohem e shkujdesur dhe e mangët ndaj bashortit tim, ndaj burrit tim. Mundona mja dhanë hakin atina, përveç në raste që nuk ka mundësi. Kjo ishte Esma radiallahu anha. Kështu pi përgjigjet pejgamberit alayhi salam. Dhe kështu duhet të jetë një grua e devotshme dhe një grua e mirë, që e jep maksimumin me respektu burrin e sajna, me u bind burrit të sajna. Pi thot pejgamberi alayhi salam, shiko mirë se si është gjendja jote në raport me të. Shikoje mirë se si është gjendja jote në raport me burrin tënd. Nga se ai është xheneti dhe ai është zjarrit. Pra, për gruan, burri I sajna, është xheneti apo është xhenemi I sajna. Nëse e respekton, nëse e nderon burrin, nëse I bindet burrit, atëherë e fiton xhenetin edhe mbrohet prej zjarmit të xhenemit. Prej cilësive të gruas së mirë, prej cilësive të bashortës së mirë është të mos shpenzoj tepër. Gruaja nuk do të me lodh burrin e sajna sa I përket shpenzimit. Ajo nuk do të shpenzojë në mënyrë të tepërt pasurinë e burrit të sajna, duke shpërdorur atë, duke bërë masraf. Allahu kur I përmend cilësitë e besimtarëve të mirë, Allahu thot: dhe ata që kur shpenzojnë, as nuk janë dorëshpuar, as nuk janë dorështrënguar, por I përmbahen të mesmës. Kështu dhe na do të më kanë mesatar, më kanë mesatare. As mos me pas dorën e shtrënguar shumë, as dorën e qelë shumë. Pra më kanë mesatar. Kjo sa I përket shpenzimit, shpenzimeve të jetës në jetën e përditshme. Mirë po nëse ke mundësi dhe ke pasuni dhe je I pasur, sa t'jep sadaka, sa t'jep në rrugt të Allahut është më e mirë. Mirë po, duke mos e lanë keq familjen, duke mos I lanë keq të afërmit e tu, ati me shku më ju ndihmu dikujt tjetër që është shumë larg. Pra përparësi kanë familjarët, përparësi kanë njerëzit e afërt. Gjithashtu, prej cilësive të bashortës së mirë
është të mos I mohoj mirësitë e burrit të saj na. Se çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka falendëruar Allahun ai që nuk e ka falendëruar Allahun ai që nuk I falenderon njerëzit. Pra prej falënderimit të Allahut është edhe mi falendërua dhe njerëzit, të ka bëni të mirë, të kanë ndihmu diçka, mi thon faleminderit, mi thon Allahu ç'forbleft, mu lut për ata. Kjo është prej mirësjelljes. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam, keni kujdes të mos I mohoni të mirat e bamirësve. Keni kujdes dhe mos I mohoni të mirat e atij I cili të kanë ndihmu tyja. E kanë pyetur se si mohohen të mirat e bamirësve, o I dërguari Allahu, ka thënë ka mundësi që ndonjë njerëz për juve mi u vënu martesa për shkak të prindërve. Pastaj Allahu ua mundëson mu martu. Pastaj Allahu ju furnizon edhe me fëmijë. Mirë po atëherë kur zemëroheni, I thoni burrave, s'kam pasur kur fare të mire prej teje. Kështu është edhe gjendja e grave sot. Ja ban krejt të mirat, një të keqe, thot kur s'kum po hajër prej teje. Kina shumë raste që kina nije. Thot s'kum po kur një fare të mire prej teje, ti ke bo shumë bira, ama I ki edhe disa mangësi. Dihet se sikur çdo njeri ka mangësitë e veta. Ndërsa gruaja I thot s'kum po kur një fare hajri prej teje. E kjo nuk është cilësi e bashortës së mirë, e bashortës së devotshme. Nuk është cilësi e muslimanës së mirë. Po ashtu ka në hadith, Allahu nuk e shikon një grua e cila nuk është mirënjohëse ndaj burrit të saj na. Allahu nuk e shikon atë grua e cila ja mohon të mirat e burrit. Edhe nuk është mirënjohëse, nuk është falendëruese ndaj burrit të saj na për të mirat që jep ai. Për cilësive tjera është edhe respektimi për burrin. Ne kemi cek shpesh. Ka në hadith të pejgamberit alayhis salam, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse do të ishte leju që dikush na miron sejdë, ti shkon halal, e kisha urdhëru gruan që miron sejdë burrit. Çaq respekt të madh, çaq respekt të veçantë duhet me pas gruaja ndaj burrit të saj na. Cilësi tjetër e bashortës së devotshme është të mbajë drejtësinë mes fëmijëve. Allahu kur bashortët, kur gruan dhe kur burrin I begaton me fëmijë, kjo është një begati shumë e madhe. Se Allahu thot el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Thot pasuria dhe fëmijët janë zinet, ta zbukurojnë dunjan, ta zbukurojnë jetën. Mirë po, për këto kemi llogari. Për pasurinë tonë të cilën na ka dhënë Allahu, kina me dhënë llogari. Për fëmijët e tonë që na ka dhënë Allahu, kina me dhënë llogari. Ai kina edukuar ato, siç na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, tregoni të drejtë në raport me fëmijët tuaj. Pra bëni drejt në fëmijët. Mos u bani të padrejt. Ndihet se dashuria u diçka e brendshme. Ose tërmori ndoshta ndonjërin prej fëmijëve që më desh më shumë ose më pak. Mirë po, nuk ban mi bë padrejtësi. Asnjërit prej fëmijëve. Edhe nëse njërin e don më shumë. Mirë po, në drejtësi, në shpenzim, të gjithë ndaj të gjithë dhe dëshmukani barabartë. Çfarë çfell kanë hit dietarët? Që kanë thonë që edhe kur ta puth fëmijën, jo njërin me puth dy herë, njërin një herë. Çfarë çfell që kanë hit dietarët? E lejmu për sende tjera. Pra do të më kom drejt me fëmijët. Qysh në fëmijëri e deri në vdekje. Në fëmijëri, mos mi do fëmijët njëri prej tjetrit. Jo njërit mi don më shumë dhe njërit më pak. Kur të rritën, kur të bëhen burra dhe kur të bëhen gra, mi ja nda pasonin, ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. E jo djemve mi u dhon pasoni, edhe çikave milon pasni pasoni. Kjo nuk është prej drejtësisë. Kjo nuk është prej drejtësisë së Allahut, që djemve mi u dhon pasoni, djemve mi ja u do trashëgimin, ndërsa vajzave jo. Kjo është haram dhe kjo është ndaluar. Dhe kjo është pa drejtësi ndaj gruas. Kjo është pa drejtësi ndaj fëmijëve to. Andaj bëhu I drejt, se kështu na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Për cilësive të bashortës mirë është qëndrimi në shtëpi. Nuk gruaja e devotshme nuk është shpeshin edhe dal prej shtëpisë. Por dal prej shtëpisë vetëm kur ka nevojë. Vetëm kur ka nevojë dhe jo me dal prej shtëpisë. Me dal prej shtëpisë pa nevojë. Se është prej cilësive të bashortës mirë, me qëndru në shtëpi. Na s'po thojnë që gruaja tash nuk ban me dal. Ban me dal gruaja prej shtëpisë. Mirë po me dal me kujdes. Jo me dal e zbukuruar, jo me dal e parfymosur,
po me dal e mbuluar ashtu siç na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu prej cilësive të bashortës mirë është mos i përhap sekretet e burrit. Edhe nëse janë në prag të ndarjes, nuk është të hec hiç. Nuk është duke hec muhabetin që shtojnë ana. Edhe nëse janë në prag të shkurorzimit, nuk fol keq për burrin e sajna. Edhe burri nuk fol keq për gruan e sajna. Se çu janë të naminere, pse u dajtën? Shko u bë. Mos trego se gruaja jam o kon çështo dhe çështo. Mos thuaj se burri jam o kon çështo dhe çështo. Mos i përhap sekretet e burrit tan, te gruas tande. Pra, ruani sekretet, se përhapja e sekreteve është prej gjërave të ndaluara që përhap fesate dhe çrregullimin tokë. Elusë Allahun e madhëruar që më na përmirësu gjendjet tona. Elusë Allahun e madhëruar që mi përmirësu raportet e bashkërtove ndërmjet vete. Elusë Allahun e madhëruar më na fal me faljen e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elusë Allahun e madhëruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elusë Allahun e madhëruar më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Elusë Allahun e madhëruar më na përmirësu sjelljen ton, moralin ton, edukatën ton. Elusë Allahun e madhëruar më na mbrojt prej sherrit të njerëzve, xhinëve dhe shejtanëve. Elusë Allahun e madhëruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra dhe më na rujt prej rias, prej shifaqësisë. Elusë Allahun e madhëruar më na ndriçon natën e varrit, më na lehtësu urrën e siratit dhe elusë Allahun më na tubun xhenet, çashtu çish na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.